Se du më ndërprej. Komandant me që i këtu ti, ke qenë edhe ti në Burrel, e kam një deklarat ku e ka dhonë Dritan Gëngjoj për emisionin tem, gjë që është prej këshoma edhe avokati tim ka shkru, thëtë që Rushdi Saramonte e ka vrarë ushtarin e ti në Burrel. Çka mendoni ju për ushtarin e Landovicës? Që vllai i ma vënë më ka shkru Fadili. A është e vërtet? Ta thonë të vërtetën, unë mas 2 ditë më duket kam shku në Burrel, ku kam dhe një fotografi me komandantin e Enver Arifin. Enver Arif, po. Edhe është sot polis në viti, e kam edhe me komplet ajo ka një setonin e konë, grupin e Solengenit, se më kanë pritë shumë mirë, edhe rrugës e kam po një ushtar të... Bedre Manziolle e konë komandanti që ti grupi. Rrugës të parë në Burrel e kam po një ushtar të lidhën dhe ka pas një siti special i Shqipërisë, edhe ku jam shku poshtë, Enveri më ka pranu, të vërtetën unë e kam njoftë Halim Krasniqin, Ramadan Selimin, komandant Plakun, do më në kontakte e mija këto kanë qenë. Asë kam njoftë tjetër sam, kam shku gjithmonë, kam qenë vetvetja, atë që pash e kam ndëgju me vëmendje këtë deklarat dje, një komandant me vrani ushtar. është shumë e pamundshme. Mund të vriten me zveti, gjatë pastrimi, gjatë fjallosjes, ka shumë sene, mirë po komandanti, me vrani ushtar që ka orë për Amerikës, nuk e besoj kursesi. Mund s'ka me ndoni jo? Për këtë vrosje e kja thonë shumë herë për vrosje në Burrel. Po shka o fjolla, unë s'po që flitet që, dhe me thonë, Dritan Gëngjoj ka thonë që e ka vrarë Rushdi Saramoti, tash njeri ka me të halë burë, nga ka shkru dhe ty dhe mund të jede vlavit dëshmurë. Unë e kom fotën, për Rez Kasniqi o dekra me të lija, Rez Kasniqi më ka dha në urnin mu, tha Pjetër Shala është ik në malë. Tha Pjetër Shala më shku me nëzonë. Pse? Me nëzonë se e ka vra ushtajnë edhe një u plagos. Në më thonë sa konë Rushdia? Jo. Pjetër Shala. Ajo është shumë e vërtet. Une më shku në malë, jo, po mu taku me ta, fjolla konë me nëzonë me izolu, mas milion me ikërë. Kështu që në atë ku i në shku në malë, jo në gjallë njës, që në konë me mu, ju kom thonë, kur teshe me ta, nëse e sheni punën, vramni dhe mu mësë më qëtë gjallë, asë ato mësë më qëtë gjallë. Se urni jo konë me shku me nejtë me ta, jo me nëzonë me vrasë kërë gjallë. Sa ta në konë 7 metë, ata ka mujë, po të ma onë, nuk e ka vra Rushdi Saramoti, e ka vra në atë moment, se edhe Bedria dhe këtë grupi, shka e në konë, këta këtë i kanë këthy armët ka ushtarë. Aty, a i ka shkrejp ati në beton, i ka ra atina, a i ka vra direkt krysoja, Pjetër Shala ka kryja ta. Ato, unë e kom zonë, ma kanë morë sabit gjecu me oficira gjimnisë. Dhe më unë edhe kësaj punë e kom full 2 herë. Gojgja, a e ka full fjallë rranë është ajo. Po unë e suko e kom brojt, ato, Dritan Gojgjën, që ka qenë luftëtar, pjesë mars i ushtërisë lejmëtare, ka qenë baba i thi në shtabën e përgjithshëm, edhe pse nuk ka folë të mira fjallë për Kosharën, ose nuk din, ose është shumë fanatik, me folë për luftën e Kosharës, kur na aleatin më të mirën e kem pas Amerikën, në Kosharë. Lufta Kosharës ka të bëjmë lufta me mira që ka egzistu në herë në popullin tonë që ka egzistu prej Skënderbeu, Gjergj Kastriotit, luft më të poshtë nuk ka pas. Luft heroike, Kosharja është simbol, është rezistencë, edhe deshta me i thonë, dalloj për Enverit. Kisha pas qef, me thonë, Lirin nuk e pruni Hashim Thaçi e Recep Selimi, ata jonë pjesëtar, sukur ky, s'është më i madh Hashim Thaçi se ky. S'ka shans. Pse ka pa pjell, Pela o Kshales këto ka pa pjella, edhe këto ka bone ona shqiptare. Edhe mum ka bone ona shqiptare. Edhe krejt që ta, shka jonë shqiptar, nëna i ka bon. Po dikush ka qenë në lëvizje atëherë, lëvizja popullore. Dikush ka qenë në LDK në atë kohë. Shqiptarët jonë merit. Lirin e ka prunë gjaku dhe sakrifica e popullit. Po e tha dhe komandanti marë. E tha komandanti, po tha këta 4 vetë. Me nimen e NATO-s Amerikanëve, oshtar liria me nimen e NATO-s e Amerikanëve.
E kuptoj. Prandaj kisha pas qef, une e kom pruni Po. një histori. Para se a historia është shumë e veçantë ju, nuk po du më jalon në diçka moment veçantë. Që aty të me ta bësh të Dritan Gënxhoj që thonë e kam një letër, ja dërgova regjis ndoshta e bën gati për me asi. Është një letër e Xheladin Goshit, komandant plakut, që ky pas ka nejt shumë Enver Shola, basa Enver. Edhe më në di. E ka bo edhe Edi Roma, e ka bo publish Facebook vet. A është që kënë shkrimi i Xheladin Goshit i sakta ju? Ti e nje. Komandant plakun kom pas rastin dhe nderin më të madh. Më thash, dy njerëz që i kam njohur që mburën me ta, janë një ndër ta është Xheladin Goshi, komandant plaku, general sot.